Falenderimet I takojnë të madhit Zot që na e mundësoj të agjerojmë muajin e Ramazanit. Falenderimet I takojnë Zotit gjithësisë që na e mundësoj të arrijmë fitër Bajramin. Allahu I lartësuar është krijuesi I gjithësisë. Zoti I gjithësisë është ai që ka kriju për ne rrezet e diellit. Allahu I lartësuar është ai që ka kriju për ne rreshjet e shiut. Zoti I gjithësisë është që na ka dhënë mirësi të shumta. Allahu I lartësuar thot në Kur'an: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." E nëse do të nisni që ti numëroni mirësitë e Allahut ndaj jush, nuk do të arrini ti numëroni ato. Mirësia më e madhe që na ka dhënë I madhi Zot është dërgimi I pejgamberëve, të cilët erdhën me librat hyjnor, dhe libri I fundit hyjnor është Kur'ani, I cili u shpall vulës së profetëve Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, I cili është libër origjinal siç ka zbrit prej të madhit Zot, pa ndryshime dhe kontradikta në to. Allahu I lartësuar është ai që na ka dhënë edhe mirësi të tjera, mirësia e shëndetit, mirësia e familjes, gjitha mirësitë na I ka dhënë Zoti I gjithësisë. Allahu I lartësuar na ka sjellë në këtë dynja me një qëllim, ku thot Zoti I gjithësisë: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Gjindët dhe njerëzit I kam krijuar vetëm që të më adhurojnë. E ky është qëllimi pse ne jemi këtu. Allahu I lartësuar na ka sjellë në këtë dynja ku në të ka të mira e të këqija, ku në të ka sprova, ka dhe gëzime, për të pa Zoti I gjithësisë se cili prej nesh është falënderues, cili prej nesh është që do të bëj vepra të mira. Vlla dhe motër, këtë dynja, ajo që do të bëj dobi për botën tjetër është besimi. Na adhuru Allahun e lartësuar njët vetëm dhe me bo vepra të mira, punë të mira, duke filluar qysh me urdhëresat e të madhit Zot. Dhe urdhri I parë pas shahadetit për cilin janë dërguar gjithë pejgamberët është falja e namazit. Zoti I gjithësisë thot në Kur'an: "Thuaj robërve të mi të cilët kanë besuar ta falin namazin." Është porosi që I është dhënë pejgamberëve para Muhammedit alayhis salam, por është dhënë edhe Muhammedit alayhis salam dhe ummetit të tij namazi. Dhe Zoti I gjithësisë kur na flet në Kur'an për pejgamberët e tij, përshkruan ata se ishin prej atyre që falin namazin. Kur flet Zoti I gjithësisë për Yunusin alayhis salam, për Ibrahimin alayhis salam, për Musain alayhis salam, për gjithë profetët, pra Zoti I gjithësisë përmend se ata falin namaz. Dhe ky namaz, të cilin ne do ta falim tani, por e kemi edhe obligim në përditshmërinë tonë, është shkak për mirësi të shumta për ne, është lidhje me Zotin e gjithësisë. Është puna e parë për cilën do të pyetemi ditën e gjykimit, e kush I fal 5 vaktet I premtohet xheneti. Vëllezër dhe motra, feja e Allahut lartësuar është tepër e lehtë. Feja e Zotit gjithësisë është tepër e lehtë. Lum për atë njeri I cili e praktikon. Lum për atë njeri I cili I përmbahet fejës Allahut lartësuar. Xheneti I Zotit gjithësisë fitohet lehtë. Vjen hadith profetit sallallahu alaihi wasallam se kush fjala e tij e fundit është la ilaha illallah, hyn xhennet. La ilaha illallah, nuk ka Zot që meriton të adhurohet përveç Allahut. Muhammedi është I dërguar I tij. Kush I thot këto fjalë me bindje të plotë se ka botë tjetër, se ka xhennet, se ka xhehenem, hyn në xhennet. Vëllezër të nderuar, vepra të mira ka edhe të tjera, të cilat vijnë pas namazit, siç është respektimi I prindërve, ruajtja e lidhjeve farfisnore, respektimi I familjes, përmbushja e detyrimeve në familje, respektimi I komshive, bamirësia, sjellja e mirë. Gjitha këto janë vepra të mira, të cilat I bëjnë dobi I robit kur dal para Allahut lartësuar ditën e gjykimit, se ne do të dalim para Zotit gjithësisë
Vetë Allahu i lartësuar na tregon në Kur'an se ne do të ringjallemi. E ky patjetër Zoti i gjithësisë nuk thot vetëm se të vërtetën. Allahu i lartësuar i cili sjell rreshjet e shiut e prej tokës së vdekur dalin bim gjalla, ashtu do ta ringjall edhe njeriu në ditën e gjykimit. Zoti i gjithësisë që na ka kriju herën e parë, është e lehtë për të që të na ringjall përsëri. Allahu i lartësuar që ka kriju krijesa tepër të mëdha se njeriu. Është e lehtë për Zotin e gjithësisë që ti thot diçkaje bëhu dhe ajo të bëhet. E më pas do të shkojmë në botën tjetër, atje ku dalim para Zotit të gjithësisë. Atje ka xhenet, lumturi përjetshme, gëzim përjetshëm, mirësi pafund, ku xheneti është vend që ka gjëra të cilat syri nuk i ka parë, veshi nuk i ka dëgjuar, mendja njeriu për to nuk i ka shkuar. Ato e ka përgatit Zoti i gjithësisë për robërit e tij besimtar, për robërit e tij të devotshëm, për robërit e tij të cilët e kanë besuar Allahun dhe kanë bërë vepra të mira, thot Zoti i gjithësisë në Kur'an. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Hyni në xhennet si shpërblim i asaj që ju vepruat. E në botën tjetër, Zoti i gjithësisë, njerëzit atje do të jenë dy grupe, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Një grup do të jetë për xhennet, pra ai që ka besuar Allahun e lartësuar, ai që është bind të madhit Zot, ai që ka bërë vepra të mira në dynja, do të jetë pranë xhennet. E ai i cili ka mohu, ka kundërshtuar Zotin e gjithësisë, nuk ka dash me ditë se ka botë tjetër, nuk ka dash me ditë se ka urdhëresat Allahut të lartësuar. Për të ka dënim botën tjetër. Zoti na ruaj prej tij, e Allahu na dhon të mirësinë këtë botë dhe botën tjetër.